Në amfiteatrin e Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë, profesor Lutfi Zylbeari promovoi librin shkencor Sëmundjet e veshkave, duke pasur parasysh nevojën e studentëve për literaturë në gjuhën shqipe. Vendosa të shkruaj këtë libër për sëmundjet e veshkave, të cilin e kam përgatitur brenda 4 viteve, përmbajtje të cilit është bazuar në përvojën time 30 vjeçare shkencore në shkencat mjekësore. Jam munduar që këtë libër të shkruaj një libër sa më praktik, të kuptueshëm dhe të kapshëm për studentët, deklaroi Lutfi Zylbeari, autori i librit Sëmundjet e veshkave. Duke pasur parasysh nevojën që kanë studentët e Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë të Universitetit Shtetëror të Tetovës për një libër të pasur në gjuhën shqipe nga lëmia e sëmundjeve të veshkave, vendosa që këtë libër të adhuroj brezave të ri ardhmërisë së mjekësisë, e cila do t'ju shërbej për njohjen e diturive dhe pasurisë së tyre nga lëmia e nefrologjisë. Teksti është shkruar duke u bazuar dhe shfrytzuar eksperiencën time mbi 30 vjeçare në këtë lami të fituar nëpër edukime dhe kongrese ndërkombëtare. Shpresoj që ky libër studentëve dhe mjekëve të rinj do t'ju shërbej gjatë ushtrimit të profesionit të tyre, si dhe jemi përpjekur që në libër të përshkruaj të arriturat më të reja dhe më bashkëkohore për trajtimin dhe përmirësimin e jetës së pacientëve me dëmtime dhe pamjaftueshmëri të veshkave, si dhe pacientëve uremik të trajtuar me hemodializë. Në ndërkohë, njëri nga recenzentët e librit në fjalë profesor Sadi Bexheti, në fjalën e tij u shpreh se ka pasur nderin të rjetë recenzent i librit, të profesorit në fjalë. Ky libër është shumë i rëndësishëm për studentët, profesorët dhe mjekët dhe do t'ju shërbejë jashtëzakonisht shumë në punën e tyre, deklaroi Sadi Bexheti, recenzent i librit. Ne jemi mbledhur sot ta promovojmë një libër i cili është shumë i rëndësishëm, libër i cili mendoj se është shumë i gjerë për studentët, por megjithatë ka disa kapituj të cilët ju mund t'i kapituloni atë pjesën çka është themelore gjatë shkuaris në ligjërata, edhe t'i përcjellni ajo çka duhet mësohet. Mirë, por për studentët, në veçanti specialistët, edhe mjekët specialistë që do të merren vetëm me veshkët, për ato është libri i mirë edhe ka dhëna të reja. Profesori e përmendi se libra gjithmonë u kalon koha nga pak, mirë po esenca, baza mbetet aty. Prandaj mendoj edhe shumë libra që i ka përkthyer edhe qeveria, që janë libra të marrura të cilat janë botuar nga 20 herë, 30 herë botime ndërkombëtare janë libra të mira, esenca ndoshta ka lëshime, gabime, por megjithatë janë libra të mira. Ky libër që është i fakultetit ton është libër shumë i mirë, mendoj në atë nivel unë sa mund ta kuptoj edhe çka ka, domethënë çka ka përfshi gjithë strukturën e lëmisë. Megjithatë, mund të ketë edhe të meta. Ne kemi kolegë këtu, do ta shiqojnë, edhe ne jemi, edhe ne si recenzent, po edhe kolegu, profesori që ka shkruajtur librin, profesor Lutfiu, ne jemi të vetëdijshëm për atë dhe kërkojmë ndihmën e kolegëve, nëse ka ndonjë vërejtje, domethënë ne të mundohemi edhe këtë libër që ta ribotojmë edhe në tavën, të vazhdojë jetën. Ndryshe, profesor Lutfi Zylbeari është edhe autori 175 botimeve shkencore vendore, rajonale dhe ndërkombëtare, gjithashtu edhe autori dispensave studimore për studentët e shkencave të mjekësisë. Libri i fundit i autorit Lutfi Zylbeari do të plotësoj literaturën e shkencave të mjekësisë në gjuhën shqipe dhe njëherët do të pasuroj bibliotekat universitare. Në promovimin e sotëm të pranishëm ishin prorektori për arsimi këtij universiteti, Reshat Qahili, dekani i Fakultetit të Nasir Bexheti, drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës Florin Besimi, profesor nga Fakulteti i Mjekësisë dhe fakultete tjera, si dhe student të Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë.